Qindra besimtar musliman të Korçës dhe zonave përreth kanë falur mëngjesin e kësaj të premteje namazin e Fitër Bajramit në xhamin Ilyas Bej Mirahori. Muftiu i Korçës, Ledian Cikaleshi, në mesazhin e tij drejtuar besimtarëve, theksoi rëndësinë e përkushtimit ndaj familjes dhe mbështetjes për njerëzit në nevojë. Sipas tij, dashuria dhe kujdesi ndaj njëri tjetrit janë një formë drejt për drejt e shprehjes së besimit dhe lidhjes me Zotin. Në përfundim të faljes, ai uroi për më shumë paqe e qetësi shpirtërore të gjithë besimtarët. Në këtë ditë festive në xhamin Ilyas Bej Mirahorit, urojmë të gjithë besimtarët musliman të qarkut të Korçës dhe të gjithë muslimanët shqiptar dhe të gjithë besimtarët që kanë agjëruar këtë Ramazan në mbar botën, gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin. Në këtë fest e cila njëkohësisht është përmbledhja e sakrificës 30 ditore të agjërimit të muajit Ramazanit. Edhe një herë gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin. Ndërkohë, edhe vetë besimtarët përcollën urimet e tyre për më shumë begati dhe agjërim të pranuar. Pas një muaj agjërimi, sot ne festojmë Fitër Bajramin. Me këtë rast do t'ju uroj të gjithë vëllezërve musliman, të gjithë ata që agjëruan, Allahu ja pranoftë, dhe të gjithë të tjerëve të kenë mirësi, shëndet e begatin familjet e tyre. Shëndet e mirësi për gjithë. Është një ditë e madhe, një ditë e bekuar, një ditë që e festojnë gjithë shqiptarët, gjithë bota në mban, gëzuar për shumë vite. Në këtë ditë të bukur të Fitër Bajramit, uroj në veçanti të gjithë ata besimtarë muslimanë që agjëruan gjatë muaj, Zoti t'ia shpërblet me tërë të mirat. Pastaj, në përgjithësi të gjithë i uroj paqe, lumturi në familjet e tyre. Falja e namazit Fitër Bajramit është zhvilluar gjithashtu edhe në xhamitë e tjera të qarkut të Korçës.